pyetja është që pse nga Partia Demokratike, se posti kryetarit të Bashkisë Tiranës është pas kryeministrit me rëndësi, ndërkohë që për zgjedhjet e kaluara gumzhinte çdo opozitë kur zgjidhej kandidati, në këtë rast te Partia Demokratike sikur ka një tërheqje, sikur kanë frikë që dalin të përballen. Në përballë kësaj situate Partia Demokratike duket sikur mos do që ta lërte patatet nxehtë, ta lërë topin te një kandidat nga shoqëria civile. Sot janë përmendur janë 3 emra, mes tyre Ermal Hasimi, Adira Çepani dhe dikush tjetër. Por pra te ky komisioni, përveç këtyre, ju keni pas edhe ju ndonjë bisedë me këtë komisionin që ka ngritur zoti Berisha? Jo, ky grupi negociator, për hir të vërtetës, unë e konfirmova dhe në fakt ky është një lajm abuziv që ka dalë në media dhe nuk ka asnjë emër të propozuar nga grupi negociator apo të rënë dakord nga grupi negociator. Unë kam ofruar vetë kandidimin, madje për thënë që kam qenë e para që kam ofruar kandidimin për shkak edhe të parashikime statutore, sepse unë si kryetaria e gjykatës Partisë Demokratike duhet jem unë e para që respektoj ligjin dhe statutin. Me statut mua më takon kandidimi për sa kohë që unë kam marrë në primaret, pjesë në primaret e 2022-shit. Pra jemi në të njëjtën mandat, koha nuk e lejon Partinë Demokratike që të bëj primare të reja, edhe në aspektin formal, pra unë kam treguar konsekuencë dhe gatishmëri si në 2022-shin, qoftë dhe në 2025-ën, që një pjesë e kandidatëve që në këndvështrimin tim mund të ishin potencial për garën e Tiranës, janë tërhequr dhe nuk pranojnë të kandidojnë. Ata Kërriçi dhe Ali Mehmet janë në këtë komision. Kështu që po. Ndërkohë që të 3 antarët që merren, pra grupi negociator, e di shumë mirë se unë kam ofruar kandidaturën time, po di dhe shumë mirë dhe listën nga Partia Demokratike për kandidim. Kjo do t'i mbetet një fazë të dytë që do t'jetë shumë shpejt, sepse sot presidenti, në fakt jo presidenti, sepse nuk meriton quhet president, shtetasi Bajram Begaj, ministri i radhës i Edi Ramës, ka dekretuar zgjedhje të palishme në qytetin aty, nuk është se ishte apelimi në gjykatë administrative, por kushtetuese. Ju si e kuptoni këtë? Kushtetuesja aq më shumë nëse do ishte ankimimi në gjykatën administrative, atëherë duhet vendim i gjykatës administrative për të pezulluar zgjedhjet ose për të pezulluar aktin administrativ të shkarkimit. Ndërkohë, neni 115.2 e kushtetutës nuk ka ekuivok. Thot me të paraqitjen e kërkesës në gjykatë kushtetuese pezullohet akti i shkarkimit dhe në këtë kuadër presidenti i Republikës, tani po flas për ligjin, jo për këtë që është turpi i kombit shqiptar dhe i Shqipërisë që ka një president të tillë, duhet të mos konstatoj vakancën dhe duhet të mos dekretoj datën e zgjedhjeve deri në momentin që merret vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese. Këtë thot kushtetuta, këtë thot ligji. Pastaj se si e interpreton Bajrami që e don kafen pa sheqer, se është sheqer vet, apo se si interpretojnë të gjithë patronazhistët mediatik dhe jo vetëm afër kryeministrit Rama, është çështja e tyre. Unë juridikisht e kam këtë interpretim dhe kjo ka dhe një praktik të konsoliduar në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, për t'u kthyer pyetjes që më bët, Partia Demokratike nuk ka asnjë lloj hezitimi, nuk ka asnjë lloj ngurimi për të kandiduar. Nëse nesër Partia Demokratike do të zgjedhë një nga kandidatët që nuk performon ashtu si duhet për Tiranën, do të jem unë e para që do dalë dhe do them, po, Partia Demokratike kishte frikë të merrte pjesë në zgjedhje me një kandidat të duhur. E them këtë sepse është një manipulim i emrave që kanë dalë sot. Është e vërtet që nga Partia Mundësia është dhënë një emër dhe nga
grupi negociator i Partisë Demokratike nuk është diskutuar fare për emrat konkret. Kjo gjë është bërë vetëm për të maisur këtë konfliktin brenda Partisë Demokratike dhe për t'i treguar edhe opinionit publik, me të drejtë ju e pyetët, dhe thatë kjo tregon që Partia Demokratike ka frikë. Jo, Partia Demokratike ka një listë me kandidat potencial, me kandidat dinjitos për të fituar Tiranën, por nëse bëjmë një analizë me gjithë farsën zgjedhore, një analizë ka nga ata që vendos zotin Berisha në krye të kësaj liste. Ato pasaj ajo është që të merre me humor. Zotin Berisha nuk e ndalon askush për të kandiduar. Ju dhe ne të gjithë e dim shumë mirë se ato 500.000 vota janë të Sali Berishës, se e pat dhe shumë mirë Lulzim Bashën se sa vota mori. Pra, deri dje nëse Lulzim Basha ka marrë X vota, i ka marrë Partia Demokratike kur ishte bashkë me Sali Berishën. Ndërkohë, i nderuar, Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike dhe Sali Berisha duhet jetë në parlament si zëri kryesor që nuk ka rreshtur nga 2013 denoncimin e mafjes në pushtet, dhe nga ana tjetër Sali Berisha shumë shpejt do të jetë në krye të fushatës për zgjedhjet e parakoshme me cilësinë e kryeministit të arshëm të Shqipërisë. Kështu që këto janë humore të njerëzve që nuk kanë fituar një garë, të njerëzve që nuk kanë vota, të njerëzve që edhe paguen për ta thënë këtë gjë, por nga ana tjetër unë mendoj se qoftë grupi negociator, qoftë strukturat e larta të Partisë Demokratike dhe sidomos kryetari i saj do bëj një vendimarrje që do jetë në të mirë të opozitës, njerëzve nuk është. Më duket se ka mbetur dhe vetëm një javë, se i bie një muaj dhe jetë fushata, 9 tetor, 9 nëntor, data 1 sot, edhe pak ditë ka mbetur. Më duket si Unë besoj që deri në fillim të javës tjetër çdo gjë do të jetë e konkluduar e përfunduar. Ndërkohë që Partia Demokratike asnjëherë nuk është shprehur që ka thënë ne do ta zgjedhim kandidatin nga jashtë. Këto kanë qenë partitë e vogla, partitë e reja, të cilat për shembull po marr Partinë Mundësia, pse nuk kandidon? Meqense ato e kanë problemin me Sali Berishën, të futet kandidojë Agron Shehaj. Parati ka, kompaniti ka, vota mori 2 mandate, të futet, ose Eral Kapri. Le të futen ato të aprovojnë. Nuk mund të tallemi ne me njerëzit, aq më shumë me demokratët, pas asaj që ndodhi me 11 maj, dhe të bëjmë riskime të tilla, sepse unë jam shumë dakord, nëse do zgjidhet një kandidat i dobët, një kandidat që nuk përfaqëson i pëlqen X-it apo Y-it, Partia Demokratike është partia kryesore opozitare dhe i takon Partisë Demokratike të zgjedhë kandidatin. Unë kam qenë të dim dhe vazhdoj të jetë që kandidati duhet të jetë politik, ndryshe Partia Demokratike do tregoj që nuk mundet të përballet në këto zgjedhje. Dhe nga ana tjetër ka shumë rëndësi që ndërkohë që ne kemi ngritur kauzën e luftës ndaj Soros